Po qëto është kur të ka qef njëri me bo mirë, përshëndetje. Hajde njerëzi pak ma shpejt se ftaft, valla shumë ftaft. Përshëndetje, mirë se po vini. Që ti na I thojnë dilli me dhoma, na I kana katunart. Me shpresë që jeni mirë, me shpresë që po presmi edhe pak s'po flas. Jo, është eksperët. Ka dal një herë akona I këshill, pretni një herë. Pretni herë të mbledhmi pak, se qysh nuk ka këshilla. Për çdo sen ka këshilla edhe për çdo sen ka zgjidhje, se në mutu depresioni. Pikrisht për qatë pjesë hina sot. Qëtu të ju live se dita e djeshme kalkund shumë emocionet ndryshme të shumë njerëzi. E tash edhe pak kur të mbledhemi edhe do kur shpërndoni ju a bëni diçka, kur të mbledhen edhe do që munden me ndëgju, fillojna me folë se nuk e di goja ma zveshit të mdu, po se cili I merr gjanat tek atëherë kur është I gatshëm, edhe se cili e pranon I këshill apo një ide tek atëherë kur shpirti I vet është hazër me pranu, se nuk është e lehtë e para, nuk është e lehtë me fol për çështjen emocionale. Absolut nuk është e lehtë me fol njëri për çysh është ka ndihet edhe për emocionet e veta, se nuk jena të mësuar, ne jena të mësuar veç me funksionu. Jo, nuk e kem kryt e trosh, e kemi kryt e keq programum. Se jo që e kemi kryt e trosh, unë nuk thëm na shqiptarët e kemi kryt e trosh, por na shqiptarët e kemi një bazë edukative që jemi të keq programu, e dal nga dal na duhet me I thy këto barjera, edhe na duhet me bo diçka, e fatkeqësisht se cili duhet me fillu nga vetja, se është e kotë nëse na presmi që hava vjen edhe t'i rahaton krejt punt, apo ai tjetri, bile për kontrazi jemi shoqëri shkatruse për njëri tjetrin. Jemi qashtu të programum që nuk jemi përkrahës njëri tjetrit, po jemi shkatrus për njëri tjetrin. Se cili ankohemi edhe se cili nuk jemi të gatshëm me bo ndryshime. Warum alle Albaner sind intelligent? Ich sage nicht, dass sie nicht intelligent sind. Albaner sind sehr intelligent, aber eines haben sie einfach nie gelernt, oder fast nicht alle, auf sich selber zu schauen und auf die Emotionen zu achten und auf enge Umfeld zu achten, wie es denen geht, was ist mit dem jetzt genau und so weiter, weil jemi në fakt unë e gjithë e tham, jemi një popull në fakt shumë inteligent, po inteligjencën nuk është ka përdoret ku duhet. E kuptoj. Çdo sen e kuptoj, për mu çdo sjellje e njerit ka dikon atë shkakun e vet, ama dikur duhet munal njëri, sidomos që tashti kur këto rrjetet sociale na kanë dhënë mundësi shumë të madhe për me bo diçka më ndryshej. Në kohën teme nuk kena pas qësi gjanash, nuk kena pas as telefona, iPhone-a për shembull, as telefon s'ke pas, kështu me kabull e lemo iPhone-a, e tash në këtë kohë kur çdo mundësi është me bo diçka më ndryshe dhe I ki krejt falas në për krejt rrjete sociale, mundesh mu informu në për krejt rrjete sociale, mundesh me marrë diçka të mirë, tash është në fakt shumë e lehtë për
me ndryshu do besime që me të vërtet ndoshta shumicës për juve ju doken për momentin pa lidhje, ama është urgjentisht e domosdoshme me ndryshu o njerëzi, me ndryshu, me pas kujdes, mas pari ndaj vetës, tanaj ndaj njerëzve që i ki ofër vetës, e kemi obligim moral, shpirtëror, mu kujdes për njerëzit që na rrethojnë. Ama në radhë pare kena obligim u kujdes për vetën, se ti nëse nuk jenë në qeshtjet mirë vetë, nuk din as qysh mu sjell me tjetë, nuk din as qysh mu kujdes për tjertë. Ama e kena obligim njerëzor për mu kujdes për njëri tjetrin, për mu kujdes për ata njerëzi që ti ka sjell Zoti në jetën tonë, familjarët që i kena për rreth. Na i ka sjell Zoti, jemi në qatë familje, e kena obligim ore njerëzi me përkrah njëri tjetrin, e kena obligim me njerëzor mu kujdes për dikonin që na ka qu Zoti në jetë, qofta jo edhe vetëm një gjys ore kohë që ma dedikon ti mu, edhe unë e tyje e kom obligim për mu mundu qatë gjys ore me ta ndreq ty apo ti mua. E jo me najt a gjys ore me një njeri vetëm me ndëgju që aty apo me i marrë disa informata edhe me mu mundu masanenaj me nënçmu apo me i përdor ato informacione dikujna, ndoshta që ta ka hap zemrën në qatë moment, e me i keq përdor emocionet e dikujna që pat besimin tyje. Me keq përdor besimin, me keq përdor kohën e dikujna, me keq përdor mirësinë e dikujna. Çfarë do qoftë ajo, nuk është mirësi more njerëzi, nuk është mirësi nëse ti ja blen dikujna një dhuratë edhe tash ti e ke bor mirësi, nuk është ajo, absolut kur gjë nuk është ajo hiç. Për çka flas unë është krejt diçka tjetër, jashtë asajna mi ble dikujna diçka, mi fal dikujna diçka. Përshëndetje, mirë, faleminderit, pak ftoft që tu, ama pa tjetër më desht me hi, dola mja dhoni gjero, se sot shqyqyr është krejta pet situata në regull, dje nuk o kone në regull, ta shti ju të regoj, që kam kalkund edhe mu, edhe pse më kalkund dje, dita e djeshme, fix, negativ, jo, unë qdo herë ju thom, ani, na i dim që shem, po ju, gjdo herë ju thom, ju të pakten që një kam dëgjoni në qëtë moment, mos e leni me qëtë live që tashti, se unë që tashti rri live nështë 20 minuta e gjysore, se vëllohu mërdhina. Ama unë e kom shumë video në YouTube, unë e kom shumë video gjithka, dhe nuk jo me vetëmja. Ju që një kam dëgjoni që tash interesonu ju lutëm, të pakten jo, me fillu edhe me ndryshu diçka. Mos rrini në rolin e viktimes, po njerëzit negativ, o po, nuk kanë faja sa ta që janë qashtu qysh janë. Unë i arsytoj. Ej, zotë runa. Djele koma ma qëto fjallë që i pas ke përdor ta hongë, të thidhja ta kry ta hongë. Pse në do? Nejse s'po këthejna te mas, që ato mirë boll që u këtheva edhe e blokova, se i pas ka përdor do fjallë pa lidhja, i për dili, pas ka fol, po... Mirë si është mi ble dhurat, po që në... A, mirë si është mi ble dhurat? A, një shoki, blej dhurat, apo shoqe, apo... Blej mërë dhurat, nësë është ajo mirësi, vazhdoje me qatë mirësite. Atë dhurat, të thot faleminderit që atë... Ja ke ble, mas një kohë, në qoftë një kerë, bën vaki, bën ndeshe, pat keqet kërkujna, prishet a i kerë dhe shkon, sështë ma i kerë, ja ke ble një qontë, e bën një kohë dhe e gjumë, se i bohet bajat, ja ke ble një setër, së në vesh gjithjetën, e gjumë. Ajo që ka rëndësi është, edhe që ka është mirësi, është që shë bën dikonin mundije, që shë trajton dikonin, atë ndjenjen që ja jep,
sa është prezent me ty aty. Ajo kur nuk ka mi hub. Ato e ke mjell mrenan njeri. A këto tjetrën është jashtë. E nëse vetëm kjo është mirësi për ty, o kali, më falë se shka pas ke shru këtu, s'ko këti që pas ke thonë atë fjallin tjetër, më falë. Atëhere vazhdoje, more shoki? Vazhdoje. I ki nështë ta mundësit, veç me dhurata moj. Edhe po ta besoj që ki shumë njerëzi që me dhurata i blenë për momentin. Pa pet kam i gjujt ndështë. Edhe ti si e kërkon atëhere. Me ato dhurata tua, si e kërka heq. Ama bashkë kërka heq. E kështu që mirësi është krejt diçka tjetër. Shka bona më rëzot, aha. Dhanë si me bloku, e dashtave thirë me hinë ka mirë. Qysh me ndryshu po me ndonë mësë me najtë në rolin e viktimes? Absolut jo. Ballni mo në rolin e viktimes. Këto e tho me vite. Qka na shërben neve nëse na vetëm rrim të ju ankue? Qyshin bo njerëzit, qa u bo, qysh u bo, a o ka ndryshohet diçka nëse na rrim në rolin e viktimes? Jo njerëzi, nëse qëndrojmë në viktim nuk ndryshohet kur gjo, për kontra se ti veç edhe ma keq që ka e bën. Se ti tu i fol që to gjana, të kalume se tu i fol që shosh që tashti, ti pe kryon të nesër, men ti apet je ka mjell negativitet, për nesër e mas nesër. Stop! Unë e dije që për me pas njerëzia, nështë pak mshirë me neve, apo me ta ditë keshe halin, se për ndryshe i kanë vrejt, për ndryshe je konë i pa dukshëm, o duft mu ankue, o duft mu anku një mas shumë të madhe, nështë që me tërheq pak vëmendje, se të na shqiptarta e keni pa, të na tërheq me vëmendje vetëm kur je shumë keq, kur të shohin të kajt, kur të shohin të mërzit, me njëhere me këqyr nga kurreshtja, qa paska, qysh paska, në atë moment që ti e ke kap ndoshta veten edhe nuk rrin më në atë rolin e viktimës, po ja del asaj situate edhe arrit ndoshta diçka, atëhere nuk ki njerëzi mo, atëhere ki njerëzi që kanë me gjeluzu, kanë me shfaqinati, absolut nuk e përkrahmi na njëni tjetrin kur është mirë. Na e përkrahmi njëni tjetrin veç kur është për toke. Sa atëherë kemi qef mu bokeshe ata shpëtimtartë. Qëron jam këto e qka moje, qka... Zakonisht veç me fjallë, se me vepra të në krejt diçka tjetër. Se na kemi qef atin të në botë ndimësat e dikujna. Ama si ti marrë mi komt, largohen krejt. Se suksesit nuk i gëzohen suksesit. Edhe kjo ka arsye, normal. Ti mungon pejes. Andi, si ti mungoj unë e pejes, ama unë vetë duhet me vendos kur pej mungoj. Si te mungon mu peja, aty më keni, andi. Rak tak, ju vizatona aty. You look beautiful, faleminderit. Përshëndetje gjithve, ndëgjani, dita e djeshme nuk kalkun veç mu, po na kalkun shumë njerëzi, edhe pe dini pse është fjala për humbjen e shpat kasapit. Ndëgjani njerëz, na nuk e kena, që që thash më heret, nuk e kena tradit qysh, nuk jena të mësum me ndëgju njërin me vëmendje. Ku shumë nje mu personalisht, e din që të losumi jem është kur të foli me ndërprej apo me anis me fol krejt diçka tjetër. Se në atë moment e di që si kam dëgjën me vëmendje. Apo kur është të fol dikush me ndërprej edhe me anis me fol krejt diçka tjetër, ajo është në nëshmimi maj madhi qka na mundëm ja bon janë i tjetrit. Krejt kushem nje e din që unë kom qef kur të fol dikush me ndëgju edhe me ndëgju me tru njerëzi jo vetëm me vesh. Se vetëm me vesh në ndëgjojnë
gjithë edhe na i ndëgjojnë atë gjithë normal. Ama njerëzi, kur e ndëgjon dikonin me vëmendje, e para po i tregon respekt edhe e dyta, ndoshta mundesh me ditë çka është në atë njeri, a mos ka e njeri diçka që unë e muj me ndihmue. Deri këtu qartë ndoshta. Dje, normal, kesh që ty pak si jo mirë, edhe ju thëmë sinqerisht, shi, katastrofë koha, diçka si shanë Terezi, edhe veç shtrit kom najt. Gjithë ditën kom najt nërqebe që aty. Edhe u morra pak, se une nuk mirëna me rrjete sociale, nuk mirëna me ndëgjue kush qka ka bën, i grahi asaj temës, e di që edhe me ndëgjue dhe me komentu dhe shka me bo, nuk muj me ndryshu situatën. Une nuk mujsha dje, edhe shumë raste tjera ma heret që ka ndodhë që jonë quë krejt në kom, qofta e protestat ndryshme, qofta jo shkapedione, nuk jam një person që jam pro protestave, se me dal protesta që aty me ulluru një dit, s'kemi arrit kur që heq. Unë e bëj shumë për mës me ardhë është ta puna deri që aty. Dje kom dëgju shumë intervista që i ka dhonë Shpati, Zoti shpirtin e tina, veç në lullit gjeneti e qoftë, edhe kom dëgju intervista që i ka dhonë ma heret, kom dëgju intervista që i ka dhonë edhe tash jo ku shumë gjatë, e dukshme o konë që regullimi i tina mrenan emocional. Munal njëri, veç një minut me ndëgjue, me vëmendje, qysh falke edhe qka thojke, edhe pse e tha 8 muj më ka zgjat angthi, po tash ti jo mirë. Absolut nuk ishin fjallë të vërteta ato qka i thojke vete me mendje, ama mrenan krejt diçka tjetër. Të më kalë kumbre, një far mërzije, një far zoti hajre boft, thash inshallah shkon, ka na katunartë thonë, shkoft dhimbja me ta, edhe më shtinim këthej edhe një herën në kohën, kur une isha me një gjendje shumë të rëndë, dhe gjani njerëzi se këto që ka i dho une nga vetja, janë gjana personale që i kom përjetu une, që i kom folja dhe s'disa herë para juve, edhe janë gjana shumë të fella, qka mundën edhe ty me të prejkë që tashti, e tu kisha lutë veç në dëgjë me vëmendje, mos komentoni një herë, se këto qka e flasun, e flas prej eksperiencës teme personale, që me tregu edhe ty nuk është kur gjë tragjike. Absolut nuk është tragjike nëse ti merr ndihmë profesionale. A peshe që rrethit yt nuk është ka intereson që she ka ndihesh ti. Ti ndoshta e ka mundohesh në atë mënyrën tonë me dhonë sheja, me dhonë sinjale që nuk je mirë, po prap se prap nuk je ka ndëgjohesh. Po nëse e lun këtë rolin e viktimes, edhe me ato janë mësu ndoshta rrethi yt, hajtë se ky apo kjo nuk din tjetër për pos mu ankue. Edhe atëherë nuk ndëgjohesh. Atëherë përgjegjësia e kujna është në këtë moment për çështjen tonë emocionale, vetëm dur tua. Në atë kohën teme, kur une jam ballafaquar, me depresion, nuk i thamu depresion, nuk kom qef me qujt që ashtu, edhe pse ashtu është, me një çrregullim emocional shumë të rëndë, kur mendja jeme lujke mu hek pe i kësaj bote. Absolut. Krejt familjen i kom pas për rreth. Jeta kështu nga jashtë perfekt. Erdha ndiqysh me atë pikë, pak a shumë u stabilizu jeta, mu për gjana materiale s'ka pas kur problem. Krejt ishin gjanat në rregull. Qysh me ta besu ta nej dikush, qysh me ja besu dikush një have, që pa marrë parasysh në qfar gjendje jom konë jom mundu tjertë, mos me marrë vesh, jom mundu tjertë
mja ndreq momentin, ndoshta që ato që ka kisha qef vet, jo mundu mja vdhon tjerve, deri sa mu nuk funksionoj. Ama një sene kum thonë gjithë, e tash kur ja përmendsh ato njerëzve që i kum pas shumë ofër, kur ju tregojsha që ju kujtohet ajo fjala që e kum përdor gjithë, kush një kundërpytje nuk ma ka bojnë. Me atë fjallun e kum pas qef, në fakt, mi avë qelë syt pak, mi ju thonë, hej, jo m'ka dokna mirë, ama absolut nuk jo mirë. Zvicrant e kanë një fjallë që thojnë, die Schale ist perfekt, aber das Ei ist verdorben. Që i bjen, gërzholja e ves është perfekt, ama vezja mrenan o prish. Jashtë një vize, krejt njejt e thënë bën vaki zogi del aty. Edhe kur e më shishin që shtu në gjithë të keshe, veshun, requ, që është e kuna? Edhe keshe mundova din me konë për tjetë, wow, sa mirë po do kësho, zote ljomja ti për veti. Gjithë pozitiv. Gjithë on top, gjithë perfekt. Po bre, ja, mirë faleminderit. Shale ist perfekta për të saj ist verdorben. Atë kështu pak si anash edhe e vazhdojsha. Po ti qëshia je mirë qështu që edhe me njëherë e heksha fokusin prej qasaj fjale. Njën e non kisha qef me mvet dikush qka është kjo fjallë, në tjetër e non apet dojsha me kallëzue se qësh jam. Kur njetën tem nuk ka ardhur një kundërpytje, me thonë dikush, hej, ka dalë, ollu qëto një herë. Qësh je sinqerisht. E na, këtë fjallën, qësh je me i thonë dikujna, ky është thjesht formalitet hesapi. A e ke pa, dve dikush qësh je, hale pa i thonë që mira, din, e thmija qësh janë. Atë familje qësh i kije, bla 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 bla. Që të regon me një herë që nuk ka interes absolut se qësh je ti, vetëm formalitet hesapi është ka e banë. Edhe kjo puni ka disa vite, shumë vite, nështë 10-12, nuk e dije, kur shkoj shmi në Kosovë, ta shtina shumë kallablak. Edhe bon vaki kur e na shku dikon me nejt, musafir, ne e na shku me 2 kere, 3 kere, ka njerëves edhe 4 kere, atje i ke gjetë edhe një 13 antar, 18 antar, 15 antar, shka pe dione. Ta shti kur ja ka nis krejt mu vetë njëni me tjetrin, ti bon vaki i ke pas 2 orë kohë me nejt se ke pas me shku dikon tjetër, edhe vrehet dukshëm që nuk është ka intereson kërkujna, pa ta shku musafir në herë edhe nona, me veti edhe ajo plaka, rahmet i pas shpirti e shpisa aty, edhe thash, hej njerëzi veç pak ndaluni, veç një moment. Hajte thash ti dedacym, rahmet shpirti i pas, edhe ti nona jeme, thash vetë në ju dyja, qysh jemi krejt, thash edhe na tjetë po ndegjojmë. Thash si nja nismi qështu qysheni, thash neve na shkoj koha, se unë e disha që as 2 orë s'kena kohë me nejt, edhe kisha qef dyqysh me vazhdoj e punë edhe pse, e dishe që është formalitet hesapi, pse me kalu kohë na me njëni tjetrin, tu i hup kohë koti mëre njerëzi, kur absolut nuk është ka të intereson qka o ka flitet. Veç hajtë se ndull zoni ta nej masa nej hovës, kishë rëshit. Jo, që shokona jo qik pa akon kur si hava. Jo, mo zëma ke qka ish bo me ta marja zotit mës me dit qika as mu vetë që shje. E jo, mëre qika ka din shumë. Po qika nuk ka mundet me i bajt që to formalitetet, se së është ka interesan, absolut kërkujna për kërkonin që shene. Veç që një ka e bani që ashtu dhe që ta, kur e veti dikonin që shje, kom qef me shumë kujdes me ndëgju, mos pe e thot kon na i fjallë, që muna me shkutu të qpurdh që atë, të pakten mi adhon atë mundësi që me ndi vetën personi që është ka ndëgjohet nga dikush. E shpati
nëse edhe jo e keni ndëgju me vëmendje dhe nuk e keni shkru ndonjë koment aty këto, vetëm sa da cuge hyrën, hajtë se edhe në të bëj si kur jënë ka bojnë tjertë, se u hap, u boj madhe kjo farë pune, atër edhe ju keni mujt me po që absolut nuk o kun djali kërkon hiq në qeshtje të mirë, si kur gati se cili prej juve. E tashti ose rrin rol të viktimes, edhe akuzoj tjertë që jënë ka sjellën që jënë ka sjellën, ose kape vetën, edhe mos prit, absolut mos prit hiq. Drejtohu, merr ndihmë profesionale. Merrni more njerëzit ndihma profesionale. Se juve është ka ju kushton. Ju i një ka hekni. Pa mendon ti që dikujna ka me interesue, e sidomos bashkaktarve, nuk ju intereson hiq, për kondrazi, ki mu titullu si i qmendur, si e qmendur, se ja nise me fol, apo ja nise me qitë kufi, apo mos t'ju han, më falnin shprehje, për kufi që ju qitë një njerëzve, që nuk ju bojnë mundi mirë, apo që këqyrin vetëm e shtyp një juve. Shpati thanë ka vdek prej zemrës. Kjo ju ndodhë ma shumë mashkujve se femrat. Zakonisht mashkujt ndesin prej zemrës se nuk flasin, nuk e qesin, derisa të pelsasin mrenan. Na femrat e kemi apet pak ma letë, se na flasmi, na të pak të ne qesmi, po edhe të na lojnë pasoja shumë të mdhaja shëndetësore këto gjame. E kështu që, me shpres që humbja e shpatit kalon të shumë, se jënë lëkund rjetet sociale me vdekjen e tina. Me shpres, se shpati nuk mundë me këthymo. Nuk ka shansë, ka shkue. E ka kry misionin e vetë në këtë jetë. Shpirti tina është gjithë nërne, se shpirtat nuk vdesin. Ama mos të bohësh ti shpat njëstër. Mos të lëshon edhe ty zemra. Nga mos kujdesi ytë ndaj vetë vetës, edhe nga mos kujdesi i jonë si shoqërin ndaj njëni tjetrit që e kena obligim. E kena obligim më kujdes. E na i bojna krejt tjerat, për pos kujdes nuk kemi ndaj njëni tjetrit. Shpati, dje, nestër, dikush tjetër. Mas nestër, e femen, për i smuje së ronë. Sa shpërnda, smuja e keqe që i thojmë na, shumë nërnive, shumë, jashtë mase shumë. Gjitha smujet që i kemi, 99% janë psikosomatike që vinë nga baza psiqike o njerësi. Vinë nga baza psiqike. E përgjithsin duesh me pas ti ndur tua se nuk ka shansë kërkush heq me ardhë, edhe se nuk din, edhe nuk e kena. Po ti që e kam dëgjon bënë një qësi. Mas pari nalu që ta ti, kur të nali lajfin, unë edhe thuj ka dal një herë. Qysh jëm kandina unë, me qka jëm ka balafaqona unë, kush është kam bënë mundi qështu që, okej. Të këqyri pra, të shkoj të ndëgjoj që detën havush si dul goja ma zveshit. Në YouTube keni plot video prej meje, që si live ashtë sikur që kjo. Apo drejtona, të punoj me ta pak individual, 2-3 seanca ti maj se kom vlera nështa, kom vlera, e meritoj ndoshta me i pagu do pare për qeshtjen teme emocionale. Ndoshta qaq vlera kom që me ja leju me investu në veten, mrenan, e jo me investu në tjert apo në gjana. Kape vetin. Nuk po kom qef që nestër me një apet dikush, për me kite vyti vetën, nuk po kom qef që ti me aterue
zyhte, që i thojnë zyhte, more, me atyru, në varësit ndryshme. Nuk po kom qef që me një nestër që ki fillu edhe i e hudh në alkohol për me te kalu qeshtin tonë emocionale. As në substanca narkotike, as nuk po kom qef me ndëgju që e hin lojrat fatit për me i ikë realitetit në brendshëm tonët. Nuk po kom qef hiq me një që dikush i ka marrë që të rrugë për me i ikë qeshtis emocionale që është në tonë. Se ka zgjidhje shumë atë mira se që tu. Nuk po kom qef me një që dikush nistër boni vetë vrasje, që dikush nistër e lëshoj zemra, edhe pse se cili e kena rrugtimin tonë. Se cili kena orën këtë jetë me një mision, deri që tu edhe që tu përfundon. Ama ato qka mundem na me ndryshu, ato ta bojna. E qka është në dorë të Zotit, është në dorë të Zotit. Me shumë dëshirë. Po të flik epizodet e thash, ajo qka është në durë të Zotit, është në durë të Zotit. Ajo qka është në durë tona, kape edhe ndryshaje. Ato qka mune me bo, e bojna në gjithë situatë. Qka mune me bo, e bojna. Qka s'mune me ndryshu, e lojna që aty edhe vazhdojna jetën pa na interesu shumë. Shpati ka dek, valla son ja këthejna shpirtin. S'mune me ja këthy shpirtin. Qka na mune me bo është në të ardhmen, me bile se me dekena ashtu e kështu dhe kur nuk e dina kur kena me dek. Po para si me dek, tjetojna një herë. Se gjithojnë kena me dek një herë, ju, na kena me jetu gjdo dit. Fakt është që veç një herë vdesim. Ama me jetu e ki gjdo dit jeton. Atëherë tjetojna që shduhet me jetu marë njërëse. Me dek e nësi me dek. Atëra nuk është ma mirë që me mujt na me jetue në pache me një tjetrin, mas pari me vetën të anaj me se cilin për rrëth neve. A nuk është që është ma mirë, mos me ta anaj të thonë sa njeri mirë o konë, sa njeri mirë o konë, qa po e livdan dikonin mas jo dek. Bën vaki 2-3 vjetë, s'të ka interesua është gjallë. Ose ku ke mujt, mi a bo një dalavera, një diçka ja ke bo, e tashti që deq, po vjen edhe po thua, po njeri mira, po ti kimi jetu tanaj me ato, që që thoi, ndërgjegjen, ti kimi jetu tanaj me ndërgjegjen, se qka i ke bo për shemull dikujna, apo që shë ke trajtu dikonin. Atër mas i des dikush, pse me meti me ndërgjegje të keqen ndaj dikujna, për çka? Se jetës nuk i dijet, a pishe, tak, sot nestër. E shumë mirë është edhe për ty, edhe nëse des nestër qaj person, me ditë këtu mrenan që ti, me dije, nuk e ke lendue, po je mundu me përkra, je mundu me kona ty në ato mundësit tua sa ke mund. Edhe këta e kom thonë mati. Në njerit që nuk e intereson që shjam one sëd, nestër në vorrim s'du mja pas sytë, se është e mundur që qona bën vaki edhe një herë, edhe që ata ishtin varë që atë që e në ardhë, me ngosh lukeshe. Qa ki me lypë më rekordes? Qka ki me lypë? Shka ki me lypë ti nesone ty bistik faqë tash e bëjnë ndeshje edhe jam në spital para vdekjes? Shka ki me lypë me mardh atë te spitali, te kreveti, tu dhonë shpirt jam. Faleminderit shumë. S'ki qka lypë. Se bon vaki me nervozën tone, one kom bon ndeshje, pe marrë mi shemë. Me nervoz tonë që ma kish ka këtu ti, animo ti, cilë e kjeti speti. Kretë komentet mira ko kanë. E ta na i veni të spitali, me mpa, të dek? Jo, mërë faleminderit shumë. Ja, s'kini që marrë aty. Edhe heq më se më vërros, kërkush. Mi dhe nuk jes, dikush e më vërros. Ama s'ka shka mi t'interesue, ose kur t'smuna në operacion me shku me bo në spital, mole me të thejrë, mole me
me ardhë, keshe po të shohni. Sytë mos ja kafsha kërkuna heq. Edhe këto e thamë gjithë. Nëse nuk i gëzohesh, kur jo mirë, nëse nuk i gëzohesh momentit mirë me mua, atëherë kur nuk jo mirë, se të na thonë veç shoki mirë kohë të vështira. Mirë është me pas përkrahjen kohë të vështira, se për çata jemi njerëzimi këto, me përkrah njëri tjetrin. Sot ti mu nesër unë e tyje. Sot unë kam nevojë ndoshta emocionalisht me më përkrah dikush. Janë institucionet profesionale, marrë ndihmë çatje. Nesër ti ndoshta nevojë me të përkrah dikush financiarisht. Po more njëri e përkrah me njëri tjetrin, se për çata jemi këto. As ti si merr krejt me veti, as unë s'kam i marr krejt me veti. Unë mas jo mirë në çështje emocionale këqyri me të ndihmu edhe tyje. Që ky është njerëzimi. Për çata jemi në këtë botë. Nuk jemi me shkatru njëri tjetrin. Nuk jemi dikush me pas miliona me ngop, e dikush nështë mos me pas buk me hongër. S'jemi për çata vëllai këtu. Jemi për një bashkësi, ne jemi një bashkësi njerëzi u mërdu. Veç veprat kena mi marrë me veti. O, veprat, momentet e mira, ndjesit e mira, qka kena pa, qka kena përjetue, që ato kena mi marrë. As një gjatë jetë. Fidan shumë faleminderit. S'ka mundësi ashtu, anë. Masi s'ka mundësi, leje. Unë e di që ka mundësi, të unë e ka me pas gjithë mundësi. Unë e ka me përkra gjithë. Ku të muj? Pa e shkatru vetën. Ka me përkra me plët vullnetin, me zemër, me shpirt, me krejt, ku të mundem. Pa marrë parasysh, në ato mundësit e mija, normal. Në mundësit mija, ku të mundem. Ka me përkra gjithë kanin. E ti mos e ban. Ti për veti. Ti për shpirtin tam, unë për shpirtin tem. Une për atë ndërgjegjen teme, për atë knaqësin që ndjej une kur të bëj mirë ty. Une ma shumë ndjena mirë vetë kur t'i bëj mirë dikujna, më do këtë se personi nështë që ja bona një të mirë. Mu më përmbush këse. Kur e di që mujta, pa marrë parasysh sa do e vogël qofta jo ndim. Apa jo për krahje, knaqna. E ti për veti, ka dikush që janë ashtu të programun, veç të rëzime bo. Edhe me kon egoista, me kon gjeloza, me kon inatgjor, me kon thjesht shpirtëzi. O Zotit e dash shëndetin, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Jo tash s'kan lidhje njerëz të fiset për këshyrin veç për keq. Unë mi të ato ju thonë, leni njerëzit, o leni njerëzit. Sa herë mërë ju kom thonë, mi ka që zotit o njerëzin jetë që pasha një zotë si pula i shduf një avje kryt. Me poshtërësit e tyne, me idiotizmin e tyne. Po edhe të mira kanë ata njerëzit, nuk kanë veç të këqia. Kanë edhe të mira, e une i marrë vetëm të mirat që mi ka bu dikush me veti, për para një më kone edhe unë sikur jo. Edhe unë jo mjetë që aty, të që ato të këqia, që ka bo, që më ka bo, që shmujti, që smujti, që mu në njerëzit, se kemi shumë njerëzit toksik edhe kemi shumë njerëzit narcista në nive. Ata jënë qashto, s'kena me mujtë, ti s'ki me mujtë me ndryshua, sone. O, bolja mundu me ndryshua. Pa mon një person me, o bre me gjdo qeliz, pe me dyqesh. Jo mundu me ndryshu. E kot, shumë e kot. Edhe i marrë vetëm të mirat. Nga si cili njëri, i marrë vetëm ato të mirat qka mi ka bohën. E sigurisht që ka dhe shumë të mira. Ndër ton ato të mire, ka dhe shumë të mira që i kanë bohën njerëzit. E merni vëgjanat e mira me veti se ty të shërbejnë. Ty, i merr ato të mirat, i kujton ato gjanat e mira, edhe ashtu edhe rrit vetbesimin, edhe ndreq energjin tonë të mbrendshme, edhe gjithat. Leni, mos faleminderit, Flo. Leni,
çka ju kanë bo? A mund është me ndryshu jo? Për kontra zi vetëm me shkatran veten edhe ma shumë. E për në tardhme nuk të bojnë mirë. Njerëzi, leni, ju kanë bo, s'ju kanë bo, kape veten, ndryshoje, fito vetë besim, qitë ku fitë shëndosha, e gjitha që ka mund është me bo është që kjo. Kur të ke rahatu veten ti, ta ne kimi i përkra krejt jetë vetëdishëm. Faleminderit. Krejt vetëdishëm. Atëre ki me folë edhe ti që shtë si korona. S'ka me t'interesu mu kur shka t'ka bo. Atyne mu që javë kisha hek kryt si pullave, atyne javë kom hek kryt si pullave, edhe u kryt i marrë qanat e mira me veti. Në kishë me milionë edhe mi falë, se bollë po mundon. O, qare s'ki pa i falë. Qare s'ki pa i falë. Falja është e domosdoshme për ndaqti. Se nëse nuk i ke falë që ata njerëzi, edhe nëse ti shpërndo, edhe nëse ti e don dikonin, apo e urren dikonin, dyjat janë emocione. Tash nëse dikush merret me mua, qofta jo tu fol mirë për mu, tu kallëzu qysh sa e mirë jam, apo qofta jo tu fol, tu thonë, tu ju mundu me të botë keqe ma të keqe të njerëzit. Pra po ka folet për mu. Si urrejtja, si dashnia, janë emocionet e dyjat. E ti për deri sa e urren dikonin, apo fol keq për dikonin, ti ende ki emocionin ndaj qati personi. Andaj, kur t'lirohesh emocionalisht edhe kur ta falsh personin me shpirt, ka një herë shkojnë me muj valla deri sa te falsh me shpirt, se ti qysh qaq fell janë ato lëndimet, ato manipulimet, ato që me njeri tyben paqin të bojnë a i sen. A ose rrirdishe. Që e ki shumë shtirë me falë me shpirt, e me falë veç me gojnë, këtë është. Ama edhe këta e kanë të mirë Gjermant, që të thonje, ti je ka e pin helmin, edhe e ka pret me dekaj tjetri. Ti je ka i ndjen që ato gjona që ka ti ka bua i tjetri. A i tjetri që ti ka bua ato gjona, o qysh jetojnë. A dy qysh e vazhdojnë jetën ata? Thuti që kur njetën e tyne një të keqe se kanë bo, kur konin se kanë lendu. Ata e vazhdojnë jetën pa pikën e problemit se janë narcista. Sot e kapin i njeri, e gjujnë, e kapin tjetrin, e gjujnë 5 pare si jepin. Absolut nuk kanë një pikë. Një pikë, njerëzllak në shpirtin e tyne, narcistat nuk e kanë. Ama ata shkojnë, e vazhdojnë jetën. Ti je ka jeton me helem. Veç ti je ka jeton me helem. Atëherë ti duhesh me hek ata helem e me i fal pa tjetër. Ama nëse s'ta thot shpirti, kështu me shpirt duhesh me punu në drejtim deri sa të mundesh me fal edhe atëherë bohet njëri neutral, atëherë mundesh mi marr ato të mirat që thashun, atëherë mundesh mi marr vetëm të mirat që ti ka bo me veti. Përparan, edhe gjithë thëm, nuk hin thes me gjithkonin. Se cili shkruan në librën e vet. Mos javë ktheni njerëzve, mos u mundoni mi javë kthy njerëzve. Ama çka duni patjetër me bo është me fol edhe ju në rrethin e juve, shoqëror, familjar, qysh o ka vepron qaj njeri. Se zakonisht, sidomos narcistat, ata kur e shohin pak që personi tjetër ka nis pak mi u luhat veni, ata fillojnë të nej me të shajt. Narcistat fillojnë me të shajt në për familjare, ku t'hine, ku dalin. Ata të shajnë, mundojnë me të bo personin ma të keqin, sepse i tregojnë ndoshta vetëm reagimet tua që ke reagu ti në veprat e tyre që i kanë bo. Ama nuk e tregojnë çka kanë bo që ti ndoshta ke reagu qashtu. Edhe plus qaq bëjnë taftë, o zot çfarë aftësish kanë ata narcista. Ata qaq din me qit personin pozit keqe që ti edhe folin shumë bindshëm, shumë janë të bindshëm të tjerët. Çka ti mundesh me bo është me fillu edhe ti me fol. Filloj edhe ti fol çka o ka bën. Se zakonisht na nuk kemi qef, njerëzit empatik, njerëzit që e kanë shpirtin e mirë, nuk folin keq për njerëzit që rrinë me ta ditë e natë.
me fol keq edhe mu ullë ta në apet për balë dikujna, po a ka ma poshtërsi se me najt une me tyje, edhe si ta këta i shpinën, mu mundu me të bo njerin ma të poshtrin. Për mu këta njerëzit janë pa piken e karakterit njerëzor. Janë që ata njerëzit që ullin me ty në tavolin, ta japin atë ndjesin që ti je yll, ti je, nuk e dije bre, Zotit a din qëfa respekti kalzojnë, asi ta këthejnë shpinën krejt diçka tjetër. E këta për mu janë absolut njerëzi shumë të poshtë, më falni. Edhe ju nis janë i tregani. Edhe ju nis janë i mos moni kur gjë për veti. Hiq mos e runi kërkant. S'keni nevojë me rujt njerëzit që nuk trujnë. Pse me rujt ti dikon që nuk trujnë tyje? Mos ja kthe me veprat njëjta, ama me tregu. Pse jo? Pse me met gjithë njerëzit empatik ata të këqit, kur narcistat me ato aftësit e tyne mundohen me i qitë me një pozicion që absolut s'ka të bëjë tani me ta. Falni, hiq më s'tjavim. Edhe më rdhinu që shtë sikuron. Vjerën e kam qështë. O, ka shumë bre. Shumë ka prej ty. Fatkeqësisht. Ka shumë ama dhe ju falni. Hiq mos u mundo me kona i njeri mirë që s'fol. Mos t'javnin. Ju nuk jeni ka rrene. Ju jeni ka e kalzoni një realitet. Një sjellje, një narcisti. Ama narcistat buon të anaj shumë të këqine, se ti i kalzon realitetin e tyne. Sa të këqi bohen të anaj ata. Ama hej, narcisti dashur, mundi mi thonë, më fal, a jom ka të shaj? A jom ka e kalzoj një realitet? Ka dallim shumë të madha, po, shumë dallim i madh është, a jom ka e shaj dikonin? A jom ka e kalzoj realitetin? Realiteti është që të vepër qëto, e ke bo. Me të shajt është, me t'i thonë fjallë të më të poshtrat qka janë. Ama jo, i që më ka kalzoj shka ke bo. E narcisti e merë këto si sharje, se s'ton, nuk dojmë mërë ata me di dikush se kush janë. Ata duhet me konë gjithë njerëzit perfekte në këtë botë. Ai erdhe edhe njëherë, po njëherë të blokova. Të blokova që ky personi pas ka 300 fejka vlo. Me falë i havë që s'po nëshë me falë, se t'ka lëndu. T'ka lëndu dhe në palës besa. Ju kom tregu, une që 2 persona s'ko mujtë mi falë në fillim. Gjitha det, 3 javë det jom shku për gjitha det në kish, e kom dhez ka një qiri, se që aty kom banu, qëtu e kom pas banesën, që aty kisha. Për gjithë dit jam shku në kish, e kom dhez një qiri, edhe ju kom lutë Zotit, o Zot, që ma kura janë, ti fali edhe qëta 2 persona, se qaq fail isha, edhe që tashti më ka ndodhë apet, edhe që tashti më ka ndodhë prap, para do mujve. S'mujsha more me falë, s'mujsha more, fale një herë, dëqysh mu bo shumë, s'mujsha. O shpirti nuk thojke me falë mu. Jom shku apet, jom marrë me vetëm, jom lutë. Edhe e fështirë, shumë e fështirë, më po të kuptoj. Se janë njerëzit zemrës, janë njerëzit shpirtit në fakt, që i ke pas, krejt kanë jetu këto. E tash janë dalë, tash aty të rak, me tropëroje edhe u kryjë. Ata se pranojnë kur, s'ka shans me pranojnë. S'ka gajde mëre, nuk është problemi joni. A e pranojnë, a nuk e pranojnë, realiteti nuk në rranë. Realiteti mbetet gjithë realitet. S'ka nevoj me pranu ata. Po dhe s'kena nevoj me leju, rrethin me manipulu dhe pse unë e gjithë thamë. Nëse vjen dikosh të ti, edhe më shanë havën për shemull. Edhe ti tërhekesh prej havës, apo i beson ati personit,
atëherë as një grima i mirë nuk je kon. Edhe ti e pas ke pas njëjtin mendim për haven, si ai që erdhe të shajti, kështu që udha e mori ju kuft, te 2-ve, te 3-ve, te 5-ve, te 10-ve. Veç hecni. Bjen një, edhe i merë edhe një kalablag bërlog me veti. Ti largon, njerëzit që kanë fakt të duf ma moti mu largue. E nëse dikush vërtet don edhe të nje, krejt bota mu qunë kom, edhe me të shajt nuk kanë shans me aluhat mendimin. Se ka mendimin e vetë ndaj një personi. Edhe këto gjithë të kom. Kure unë kom qef me njoft njërin vetë. Deri sa ti nuk ma vjen punën mua vetë me ndryshu mendimin, krejt bota mu që me të shajt, se unë e rri. Nështë me më thonë a i kush që e kom ma për zemër, hej, kujdes, se vallë qështu është, mire kanë që atë kanë thonë. Tane nështë filloj pak me të këqyr, me do sy tjerë, deri sa të vërtetoj vetë. A nëse manipuloj mëre njerëzi prej gjithkujna, atëherë, leni le të shkujnë krejt, mirë, bile i marrin edhe do me veti. Qëfar sy, mashallah. O, lemi sytë, mëre. Lej sytë, mëra, monit koftë së mërdhina në gomi fjallë, se ma të mira e kom fjallë se sytë. Në tonë këtë taftë, të ju mundune me bo diçka për juve këto. Pa i dhonë, prit dhe qpak. Pa i dhonë arsye narcistit, s'ka shans mu bo. Jo, narcistit nuk, une nuk më dhonë arsye narcistit, që tashti, ata janë bo ashtu se femiria e ty ne i ka fajet. Për mendimin tem, narcist nuk lindet. Mundet njëri me i pas 20% në familje. Adin nga tresa karmike, karma e të parve. Ama narcist nuk lind, narcist bohet dikosh. Une jo që i shoj narcistat se une di prej qkafit. Janë ata që ashtu qësh janë. Gjdo herë ju thom njerëzi, une në fakt i kuptoj, une i di pse janë ata që ashtu qësh janë. Ama dhe ata e kanë mundësin edhe tonë në senet e ndorë për me ndryshu, me bo diçka ma mirë. A pe din që je narcist? Po, se nështë ta ka thonë vish një njeri. Po nështë ta kanë thonë, plus, zdi sa herë i kom cek vetit e narcistave që to. Kom pas narcista, njetë që më kanë shti paqare me hi me mësu për narcista, se s'kom ditë shka do me thonë fjalla narcist. Ama e kom ditë shka do me thonë mësë me konë njeri njerëzore dhe mësë me kuptue. Qysh mundet dikush me konë qështë? Qysh mundet mëre dikush nështë ta me të parë në farë gjendje je, edhe veç mundu me ta nu shkelmin për mi edhe ma shumë. Edhe narcistat, ndoshta mu shëru krejt nuk munden, ama munden shumë e bon këtë drejtim. Shumë munden me bon këtë drejtim. Se unë e dije, narcisti e ka shumë shtirë me ndryshu, absolut shumë shtirë, po të pak ten, me e pru vetën qatë pikë, që mos me i shajt njerëzit që janë shumë me zemër të pastër e me zemër të mirë. Jo, nuk shahet një njeri që s'ja ka dosh të keqen dikujna, kurse, sidomos tyje. Partner, kush e don dikon ma shumë se partneri për shemull, se narcistat zakonisht e partnerat janë të mirë i botës, e jashtë janë krejt diçka tjetër. Kush ta don të mirën ty ma shumë? Se partneri ytë more narcisti dashur. Kush? Ata don familjari që të kalon është as disa herë si ka interesu që je aty, apo që ekziston dikon. Apo mendon ti që shoqnia ta dojnë të mirën ma mirë se partneri ytë? Po ti s'munesh, ty me të shku nështë 3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë, jo bëj 5 vjetë, shumë s'ka shans një narcistit, me i shku, po, ka shans nëse partneri nuk ja prish heq, veç e livdoni, e vëmendje, bla bla bla, që si fargjen, atëhere ka shans me shku ma gjatë.
A për ndryshe I harroje që narcisti ka shans me qu një lidhje normal ma shumë se 1 vjet. 2 maksimum. Po në qatë moment që partneri tana janë e nis me zbulu, aj me një herë e ka gjithë tjetërën. O, 5 pare si jetë. Hiq. Absolut ma pa njerëzor se narcistat, edhe pse e di prej qkafit janë qashtu, ama prap shumë pa njerëzor. Shumë. Pasha zotën shumë. Se s'pe di tash kush e ka shkru. Kush e ka shkru... Bravo, që ka thonë dikush shkrujen fjallën narcist. Ka mërë nevoj, se nështë nuk e kupton gjermanishten. Nështë se kupton gjermanishten, ke kom spjegus disa herë unë qëtë. Shqip, e kom spjegu me, po edhe Shqip unë me, po edhe kukla edhe Shqip, po falka. S'ka nevoj të mënuni që veç unë e Shqip duhet me I thonë. Letëza. Ti se s'po shodash pas. Ku mërdhina? Ku është narcisti? A dhe baca sheqko ka narcista? Tina mirë se erdhe tin. Jo shizofren nuk është. Apo më ka thëmë se po këta po e thasho I bes, apo më kallëzon. Se këta e kanë jeta e narcistit. Është komplet rren jashtë. Mrena njën qaq të lendum, jën qaq të shkatrum, sa që këta e kanë bo blok. Do me thonë këta blok. Kjo që ka jën jashtë është kamuflazh. Se këta boni e I lendov, këta për që të lendoj nuk e kanë absolut kurfar problemi heq. Po boni ti viq I shkove pak na drejtimi, ju bo ti këtyne. Qka bojnë këta, ti ke la durt. Ti tanaj, këta për në vaki kanë bo 999.000 zeza, e ti as 0.001 as je shkun qa drejtim, në gjitën që aty tanaj. Se kanë qef. Me majt atë botën e vetë të rajshme që e kanë mreni. Nuk dojnë mu lëndu se jonë të lëndum deri në palc. Nga fëminia atyne. Jo, masanenaj. Po këto I kanë krejt bazë. Jo të kujdesit mirë familjar, fatkesisht edhe jo të mirë, po kanë përjetime shumë të rona. Këta njerëzi kanë përjetime gjatë fëmijëris shumë të rona që tanaj mshelen edhe vishlendojnë. Se jënë I kanë ledu dikush, edhe tash të m'falin shpevi shkjur me akajt nonën kënë të nëzojnë. Me shkatru, psikikisht, qysh jënë të shkatru më vetë. Rastet rona mërë janë këta. Masionës, onës moj më jardë rreth një narcisti, mo dikush që s'ka vetë besim, e që këta ta hupin po sullën mëre. Mërë këta me bo me nëzon njerin kështu pa vetë besim. Po sullën ja hupin. Është hiq largë, me që edhe të vetë vrasja I qoj njerëzit, qka din me bo narcistat. E për që ata more njerëzit kap në vetën, formoni sidomos vetë besim. Edhe, shkon kadal, a se fështirë është mund dapej një narcisti, mu largu e shumë është e fështirë. E sidomos kur s'ki vetë besim, hiq nuk është e mundur. Kadal, pa ja këthyje, pa pas nevoj ju me rani velt narcistave, se s'keni nevoj, se ka bal për tyne. Na po këshyri me majt vetën të mirë, mos mu busja ata. E nëse dikush këtu është narcist edhe e din që është narcist, o poshë zotin, kur mësëm pa qingu. Hani be prej sodit bre, o të pakten bre, mos u mundoni me I shajt njerëzit. Mos u mundoni mërë me I shajt njerëzit që sen nuk ju kanë bo. Krit me marrët e juve, ju delni tanaj edhe mundohmi I bot keqet e tjetrin. Ama aftësit I keni narcist ata, me mujt mu bo narcist për një vjet. Ama veç një vjet se një muj është pak. Se
aftësit i kanë shumë të forta. Artistat lindur janë për me tradhtu, me rrajt, me manipulu, me shti, me shpith, gjithat i kanë. Kështu që, banu njerëzore dhe ti se mundesh. Nuk mundesh krejt më shërua, ma mundesh. Mundesh edhe ti narcist. Po valla, se marun. Edhe ma e keqe është se njerëzit narcista zakonisht i tërhekin njerëzit empat. Empat janë ata njerëzit që kanë ndjeshmëri, që janë ndjeshëm shumë, që kanë keqardhje, që se narcisti s'ka shans me tërhek narcistin. E tërhek nështë një kohë shumë shkurt, pa aty masakër buhet tanaj. Ata bën vaki as 2 javë, as 2 muaj s'munën me najt bashk, narcisti me narcistin. A zakonisht e hajnë njerëzit e mirë, njerëzit me zemër të bardhë. Për jam dzivë zoti zemrën juve, e neve në lasht kuqë. Ej, mos e merë një tragjike narcista, se s'kem shka mi u bo. Valla. Kap në vetën, e problemi është që kur dikush është shumë empatik edhe është emocionalisht vet i lëndum, e tërheqin një tjetrin. E tërhek tanaj, e tërhek, unë ka njëherë thëmë, si me pakon gjatë jetës magneti, më pik. Jo, valla që të shju. O faleminderit për krejt atyne që i ka që zotin jetën teme. Qofta jo për kohë ma gjatë, qofta jo për kohë ma të shkurt. Edhe më kanë përkrah, në të mënyre, veç përkrahin më të madhen, ma kanë dhonë lëndimet emocionale, që me konë kjo që jam sot. E me të një mu dhe ty, o narcist! O luja, da ta hap, luja u mërdhit da ta hap. Titan faleminderit. Bohet, nuk lind narcist, thash ma heret, nuk lind narcist, po bohet. Qa kishe pone se burri tratan mas 30 vjetë e martes. Jepja shkelmin, shka mi po? Hajt, shka kimi po? Pa i t'ka tradhtu dhe më heret e sigurt jam. Pa a ka burë që s'tradhtan? A ka nej mashkull që nuk tradhtan? Nuk e dije, s'ma merr menja. Qëre, zemër të kam, aj sigurisht ka tradhtu dhe më heret, por nuk e ke morë vesh kur. Që tashti, nëse është veqira, nështë a burë është special. Nëse është veqira e parë që tashti, falja po tani, një gabim nuk është gabim. Nëse aj tregon me të vërtet keqardhje, falja bre, se sa në zbohet. 30 vjetë ko ke konë me ta, për një gabim nuk gjuhën 30 vjetë ashti katë. Falja, mos ja përmen. Nëse veç edhe një herë, një të sen më të voglin të banë, ose falja apet, ose nëzija jetën. Se e ka meritu valla. Sa një përgas një herë. Ka dosh me dalë me këqyrë pasulli i kojshive, mos është maj mirë ko. Nështë e buna pak si hajgore, po qashtu jëm ka menaj. Absolut qashtu jëm ka menaj. Për mu një gabim nuk është gabim, nëse nuk përsëritet edhe një herë. Se cili njeri jemi të gabushëm, se cili mundë me gabu. Ama nëse te njëjtin sen e bon 2 herë, ajo nuk është gabim. Ajo është vendim që je ka e bon ti. E jo gabimu. E veç një herë falet gabimi. E jo 3 milion herë si kur na që falmi. Hajtë se dhe që t'herë, po se s'kemi fajmër që falmi se rrajnë edhe manipulojnë edhe mazitën e sa bejen t'a bojnë që kështë ka me ndryshu gjithë shka, e kështë anenaj kënenaj. Kërkim falja, pa ndryshim, e ka emrin manipulim. Se shumica nuk pedin shka do me thonë manipulimi. Nëse ti mu më kërkon falje, edhe veprat e tua vazhdojnë me qenë të njëjtat, atëherë ti e ka mundohesh me manipulu mua. Ajo është edhe ma e keqe, edhe ma e zezë. Është manipulimi se vetë vepra. E nëse dikush vjeni ju kërkon falje, edhe ju bën be,
në shpirtat e 30 gjeneratave dekniv që i ka, dhe gjeneratës re për shembull, dhe në shpirtat e gjallënit e deknive, kisha e xhamia e teqet mëdhaja shkapetione, mos i besoni. Mos i besoni. Hiç mos i besoni. Se është ka dërë me të manipulu, me ta fshi trunin edhe një herë. Mos i besoni. E ti, nëse për herë të parë ka të rrethu falja. Falje se vëllai ashtu kështu, njëjtë. Ka të shkojsh, njëjtë është, hiç më stanin, veç në pa që shka jo kur s'ja falja more qysh s'ja faldi, një gabim falet. Pasha Zotin, po pa hajgare kom qëta shti. Një gabim nuk është gabim. Janë ba njerëz të pa njerëzit. Ani, lej njerëzit. S'ka gajle, ti mos del pi kontrollit, ti bënu maj mirë, ti bënu njerëzor. Ti që e kam dëgjon bënu njerëzor. Leni se u mëten të fojën bo njerëz, janë bo njerëz, o njerëz ju mëtë atë i thonë, leni more njerëz. Po dhe me plan, të dëshirë, me plot të bindje e bën dytën herë. Meki! Veç burri s'ta fal kur, po mos ta fal more gajle e madhe, po në letë që se fal, për veti e ka, ku të gjonë ma mirë letë shkan. Ich höre dir so gerne zu, du erklärst es so schön. Danke! S'ka mër fjalla kuptim, po qëfar as fjalla as beja as kur gjo heq, veç veprat kanë kuptim. Heq, mos lejoni mu manipulu pe i fjallëve të mira, e pe i bejave, ani mu kur t'ja nisin me bo be, kështu me të madhe ndine që 100% janë ka ju rajnë. Sa ta e mësu me bo be, o duvdi qësh me dëshmu vetën, so në s'kom nevoj me bo be, për realitet s'ki nevoj kur me bo be, kur nuk rend s'ki nevoj me bo be. Hallo zusammen. Unë kam dëgjuar profesorët më të njohur për para në Kosovë, po ligjërata jote është me mira. Fidan, shumë faleminderit. Ndoshta që flas ta mën alla katunorqe, ta mën kështu odin pa pikën e kompleksit heq, qysh jom rrit me qëtë gju, me qëtë stel. Në fillim kom pas shumë kritika, pse nuk po flas në gjuhën amtare, po pasha zote nuk dije. Me ditë prej sodit unë kisha fol në gjuhën amtare, sikur ta të Shqipëri se shumë e adhuroj që folin në Shqipëri, po unë nuk di ashtu. E kështu që nuk muna me qenë vetvetja. S'muj me qenë hava, me anis me fol tashti mu mundu mu bo dikushi që nuk jam. Edhe kom vendos me qenë shumë autentike para juve, ato qysh jam edhe në jetën e përdit. Nesër me mpati mu që tu që kja njejta havja. Qështu njëjtë flas. E ndoshta kjo të naj flen në shpirt të secili për juve, sepse identifikojnë adhune me juve. E ndryshë është me dalu në qëtë qëtashtë, me thonë përshëndetje, mirë se erdhet këtu në këtë emisionin me Have Ukaj. Sot do flasmi për disa gjëra që po na mundojnë ditën e fundit. Nuk jam one. Gramatike dhe qanit baco. E lumar dhe qfar dhe qani. Që e thash gjimi, nga jemi origin. Komuna e dhe qanit. Nga fshati maj bukurin planet. Nga Lumbardi. Katunar. Unë jam ajo katunarja me rronj. E rritën e përmalen, bjeshtru govës. Nejse jemi dal që kanë Zvicër, mati po. Të qysh shumë e një vetën katunare, pasha zotin shumë e një vetën katunare. Knaqna, ani kur të thom që jam e Lumbardhit. O, zot. Për mu s'ka ma të mirë, s'ka shans. As nuk ka katund ma të mirë, po as nuk ka njeri ma të mirë se one. Gjoje të një njeri ma të mirë se havushin, edhe one ta ne rri me qatë njeri, ama ti gjoje njerë. Hej njerëzja, po ju përshëndes, se rrumullak veremin e mora për stafti.
Nona jeme, thëj, po le non që atje. Pas nona jote s'munët me konë ma e mirë se one. Absolut s'ka shans. Veç për që është nona jote, edhe unë e kom non, po vëllaj s'është ma e mirë se one. Jo, mërë, s'ka shans as nona jeme, as nona jote me konë ma të mirë se one. Hej, kaloni shumë mirë, e shumë faleminderit. Një zemër për juve me këto durt akull. Të kom pa në ullqin. Ha! Po qëfar katunore ti shkelqeshe me kompletet bardha. E pëse se m'ke fol. A m'ke fol të pak të mbile? A se m'ke fol? Nëse se m'ke fol, problemi yti. A në ullqin, knaqjam për bes, knaqjam. Faleminderit shumë gjithësësi. Hej, kaloni shumë mirë, si gjithë herë normal, me shumë respekt edhe shumë dashni. Par juve, havushe, mos e qitni veten onash, leni njerëzit, mos i nga një shka thojnë, mos t'ju hanë kush qka full për juve për deri sa ti. E din kush je, qka po t'hanë, kush qka thot. Qka kom në june për haven? Pa i pasha zotë mi thonë drejten, veç 2% me konë qashtu. Më kisha marrë me dalë në rrugë. E lemu para juve. S'ka gale, narcista mu, kam qef. Marrët e veta mi a gjujti kujna. Hej, kaloni shumë mirë e miru pofshmi.